Përshëndetje, mirë se erdhët, mirë se po takohem, të dashur miq, motra dhe vëllezër. Ja është tema e 13 para nesh nga seriali Stefan Born, Triangle Message, pra lajmi i tre engjëjve. Jemi te tema 13, numri 666, Number of the Beast. Kush është bisha dhe si mund të ta identifikojmë, pra pa humbur kohë fillojmë dhe për momentin e kthejmë kamerën që të shihem edhe kështu live e të bëjmë lutje Zotit. Lutemi bashkë, lutem. O Zoti i dashur, ndera lavdita takon ty, faleminderit për fjalën tënde, edhe për këtë temë tani, që vërtet edhe nuk është të thjesht, por ja që fjala jote e shpjegon. Eja o Zoti bën udhëheci jon që të kuptojmë vullnetin tënd, mësimet tua dhe kush është ky numri 66 dhe çfarë qëndrimi duhet marr dhe si duhet çfarë duhet besuar dhe çfarë jo. Ndera lavdia takon ty, në emrin të Atit, Birrit, Shpirtit të Shenjtë. Amen. Pra, e kthejmë tani përsëri andej që mund të përcjellim dhe besoj që do shkoj mirë e marë, dhash Zoti, pa probleme dhe pengesa. Okej. Pra, pjesa 13, vazhdojmë pa humbur kohë. Kush është bisha dhe numri 666. Jemi tek zbulesa 13, pasi që bëm lutjen, tani nga vargu 1 lexojmë. Dhe poshtë të ngjitej nga deti një bish që kishte 10 brirë dhe 7 kurora dhe mbi brit 10 kurora dhe mbi kuror emra blasfemie. Emra blasfemie, do të thotë kjo blasfemie. Biblia është e qartë dhe na e shpjegon. Ju dëshiroj mirëseardhje të gjithë juve që mirë mbrëma, që po na bashkangjiteni. Duhet të kuptojmë fillimisht se emri i bishës është emër blasfemues. Si mund ta e kuptojmë kjo? Pra kemi të bëjmë me bishën e cila del nga uji, e cila ka një trup, i ka 7 koka dhe 10 kurora. Pra, jemi duke folur që ka të bëjë, e kemi identifiku, besoj që është kuptu tani se ka të bëjë me papatin e Romës, me sistemi, me institucionit. Nuk flasim për besimtar, nuk është fjala për besimtar, por është fjala për sistemin e papatit, për organizatën, për institucionin, për papën e Romës, jo për besimtarët. Pyetja është pse bisha që del nga uji ka emra blasfemues dhe si mund ta kuptojmë. Fillojmë nga Gjoni kapitulli 10, vargu 30, vargjet e njohura besoj, të cilat Zoti Jezus ka thënë, une dhe Ati jemi një. Pra, une dhe Ati jemi një, Jezusi është i barabartë me Atin. Kur Jezusi e tha e pohoi këtë, hebrenjit u tërbuan. Ata mblodhen gur për të ekzekutuar dënimin me vdekje të kërkuar nga ligji, Levitiku 24:16, na e thotë që nëse dikush blasfemon, ai duhet të vritet me gur. Kur Jezusi i pyeti se çfarë vepre të keqe kishte bërë që të meritonte të vritej me gur, ata çfarë u përgjigjen? Tek Gjoni 10, vargu 33, i cili thot, ne nuk të vrasim me gur për një vepër të mirë, por për blasfemi, dhe sepse ti duke qenë njeri e bën veten Perëndi. Duke qenë njeri e bën veten Perëndi. Por Jezusi vërtet ishte Perëndi. Kjo ishte e keqja e asaj që ata nuk e kuptonin.
Terminologjia e akuzës është domethënëse. Jezusi u qëtua për blasfemi sepse ai, duke qenë njeri, e bëri veten Perëndi. Në fakt, Jezusi jo vetëm që pretendoi se ishte Perëndi, por gjithashtu pretendoi se bënte veprat e Perëndisë. Tani që e dim se emri apo numri i cilit është 666 është blasfemues. Duhet të zbulojmë për kufizimin biblik të blasfemisë, se çfarë është blasfemia? A ekziston një përkufizim i tillë? Përgjigjja është po e prerë. Biblia është e qartë dhe shumë qartë mund të kuptojmë se çfarë është vërtet blasfemia. Shkruajmë te shajta, pra Biblia e përcakton qartë blasfemin si përpjekjen e njeriu për të zënë vendin e Perëndisë dhe si të tillë për të ushtruar fuqinë dhe privilegjet e Perëndisë. Pra privilegjet dhe Gjoni 10:36 deri 39 lexojmë së bashku. A i thoni ju ati që ati e shëjtroj dhe e dërgoj në botë. Ti blasfemon, sepse thash, unë jam biri Perëndisë. Nëse nuk bëj veprat e atit tim, mos më besoni. Por nëse i bëj edhe nëse nuk më besoni, u besoni veprave që të dini dhe të besoni se ati është në mua dhe une në të. Prandaj, ata kërkuan përsëri ta kapnin, por ai shpëtoi nga duart e tyre. Akoma Jezusi po e shpjegon, po akoma njerëzit nuk e kuptojnë. Problemi vjetër, sikur edhe sot. Është interesante se sipas mendimit të udhëhesëve hebrejnë, Jezusi ishte fajtor për blasfemi kur pretendoi se ishte biri Perëndisë, siç e lexojmë te Mateu 26:64, 10 36, 37, Gjoni 19, 7 e kështu me radhë. Të gjithë hebrejët pretendonin se ishin bijtë e Perëndisë, në një kuptim të përgjithshëm, por është e qartë se Jezusi nuk pretendoi se ishte biri i Perëndisë në një kuptim të përgjithshëm, por në kuptim më të ngushtë të qenit përfaqësues i Perëndisë në tokë. Ai ishte zëvendësi i Perëndisë në tokë, zëvendësi i tij nëse ju pëlqen. Pra, zëvendësi apo zëvendësi. Si të doni. Kjo është arsyeja pse Jezusi mund të thoshte kush më ka parë mua ka pa atin. Gjoni 14:9. Jezusi pa dyshim pretendoi se ishte Vicarius Dei dhe me të drejtë të plot. Pra, Jezusi ishte Vicarius Filii Dei dhe kjo është gjëra kryesore dhe themelore. Jezusi pra ishte vetë Zoti, Emanueli në formë njerëzore për 33 vjet e gjys. Blasfemia përkufizohet gjithashtu si kur një njeri thjesht pretendon se ka fuqi për të falur mëkatet. Kjo do të thotë që çdo njeri që pretendon se ka të drejtën të ushtroj përparsinë apo një term që ne nuk e përdorim të shpesh, është fajtor për blasfemi. Kur Jezusi tha se të paralizuarit të Kapernaumit, mëkatet e tua të janë falur, Marku 2:5, udhëheqësit fetar murmuritën duke thënë, pse ky njeri flet blasfemi kështu? Kush mund të falë mëkatet përveç vetëm Perëndisë? Marku 2:7. Udhëheqësit fetar me të vërtet po mendonin nëse ky njeri pretendon se ka të drejtë të falë mëkatet, atëherë ai duhet të pretendojë të jetë Perëndi, sepse vetëm Perëndia mund të falë mëkatet. Kurse e dyta Thesalonikasve, kapitulli 4, vargu 3-4, ka një terminologji të ngjashme dhe çfarë thot aty? Lexojmë te dyta Thesalonikasve 3-4. Askush të mos ju mashtroj në asnjë mënyrë, sepse ajo ditë nuk do të vijë pa ardhur më parë rënja dhe pa u zbuluar njeriu i mëkatit biri humbjes, që kundërshton dhe lason veten mbi çdo gjë që quhet Perëndi ose që adhurohet në mënyrë që të ulet si Perëndi në tempullin e Perëndisë duke e treguar veten Perëndi.
Satanai, shejtani, djalli dreqi, deshti këtë pozit dhe ky edhe ky quhet biri humbjes, pretendonte që të bëhet dikushi dhe dështoj, pra ra nga qielli dhe u tret. Këtë thuhet se njeriu i mkatit ulet në tempullin e Perëndis, pra në kishën, duke shpallur veten Perëndi. Edhe një herë vërejmë se kjo fuqi është njerëzore, megjithatë kërkon të zë vendin e Perëndis. Më vonë në fragment na thuhet se kjo fuqi pretendon gjithashtu të kryej veprat që vetë Zoti Jezus kreu derisa ishte në tokë. Se 2 Thesalonikësve kapitulli 2 vargu 9 thot ardhja e të paudhit është sipas veprimit të Satanait në çdo fuqi, shenje dhe mrekulli të rreme. Pra, jo mrekulli të vërteta, po jo të vërteta. Keni kujdes, pra armiku është ati gënjeshtrës, baba i gënjeshtrës, mashtruesi, dhe ky pretendon të bën mrekulli, madje të rreme, jo që vinë nga Zoti. Biri Perëndis në një kuptim të përgjithshëm, por në kuptimin më të ngushtë të qenit përfaqësuesi Perëndis në tokë. Ai ishte zëvendësi Perëndis në tokë, zëvendësi apo zëvendësi, nëse ju pëlqen pra kështu. Kjo është arsyeja pse Jezusi mund të thoshte kush më ka pa mua e ka pa atin. Kush ka pa mua, ka pa atin. Gjoni 14:9. Jezusi padyshim pretendoi se ishte Vicarius Dei me të drejtë të plot. Vicarius Dei me të drejtë të plot. Te Veprat, kapitulli 2, vargu 22, thot burra të Izraelit, dëgjoni këtë fjalë. Jezusin e Nazaretit, një njeri të dëshmuar nga Perëndia, ndër ju me anë të mrekullive, çudive dhe shenjave që Perëndia bëri midis jush me anë të tij, siç e dini edhe vetë. Pra, Perëndia bëri mrekulli përmes Jezusit Nazaretas. Nuk ka dyshim se fuqia e përfaqësuar nga briri i vogël, bisha dhe njeriu i mkatit është papati katolik romak, që e kemi identifiku edhe në më herët të bisha e cila del nga uji. Briri i vogël, pra ose bisha, nuk shfaqet më bëshllok. Ekziston një sekuencë e qartë fuqish që e paraprin mbeljes së bririt në skenë. Mbretëritë e Babilonis, Medo-Persis, Greqis, Romes dhe Romes së ndarë duhet të sundojnë përpara se briri i vogël të dalë në skenë. Vicarius Filidei, fjalë e cila në përkthim do të thotë përfaqësuesi i Zotit në tokë. Përfaqësuesi, kush është përfaqësuesi? Kush e ka marrë këtë titull? Ky titull e cili e ka numrin 66. Në vend të krijuesit ton, Jezusi ka thonë, unë jam me ju deri në fundin e botës dhe do ju dërgoj ngushëlluesin, por jo Vicarius Filidei, jo përfaqësuesin, por ngushëlluesin që është fryma e shejtë. Mund të jepen citate të shumta nga shkrimtarët katolik romak në lidhje me faktin se papa pretendon të zënë vendin e Zotit në tokë. Kufizimet e hapësirës do të lejojnë vetëm disa shembuj. Pra, me qenë se nuk kemi kohë, do i përmendim vetëm disa, sepse ka shumë. Për shembull, Zotri Lukas Ferias tek Pompeta Biblioteka, volumeni 2, thot, papa mund të modifikoj ligjin hynor. Pasi fuqia e tij nuk është e njeriut, por e Zotit. Ai vepron në vend të Zotit në tokë me fuqinë më të plotë të lidhjes së humbjes së deleve të tij. Pra, kjo është citat
nga Papa Nikolaius I pari, I cili ishte pap sundoi nga viti 858 deri 867 pas Krishtit. Dhe në librin e tij ai thot, është e qartë se papët nuk mund të janë as të lidhur, as të palidhur nga ndonjë pushtet toksor, madje as nga ai I apostull Pjetër, që pretendoi se Pjetri është papa I parë, nëse ai do të kthehej në tokë, meqense Konstantini I Madh ka pranuar se papët mbanin vendin e Zotit në tokë, hynia nuk mund të gjykohet nga asnjë njeri I gjallë. Dhe vazhdon Papa Nikolais I parë, pra në librin e tij Historia e papëve, faqe 243, si citohet nga zotëri R.W. Tompas, papati dhe pushteti civil në faqe 248. Ne jemi pra të pagabueshëm, thot Papa Nikolais I pari. Dhe cili do të qofshin veprimet tona, ne nuk jemi përgjegjës për to, por për veten tonë. Pra, të pagabueshëm, papat janë të pagabueshëm. Këto janë citate nga, pra, jo protestante, por drejt për drejt nga papati. Papa Leo I 13 në enciklopedin e madhe shkruan Leos tjetët në librin of Leo në faqen 193 kështu, por mësuesi suprem në kish është papa romak. Bashkimi I mendjeve pra kërkon së bashku me një marrëveshje të përsosur në një besim të vetëm, në shtrim të plot dhe bindje të vullnetit ndaj kishës dhe papës romak si ndaj vetë Zotit. Papa Leo I 13 në një letër enciklopedie të datës me 20 qershor të vitit 1894 deklaroi: Ne mbajmë mbi këtë tokë vendin e Zotit. Fjalë shumë të rënda, të plot fuqishëm. Thot letra e madhe enciklopedike faqe 304. Burimet katolike romake vazhdimisht I referohen papëve si zëvendës të Krishtit, zëvendës të Krishtit, pra edhe zëvendës regjinit, të Krishtit, përfaqësues të Krishtit dhe po zëvendës të birit të Perëndis, prova do jepen më vonë në këtë artikull. Për më tepër, papët kanë pretenduar të drejten për të ushtruar pushtetin dhe prerogativatin, pra përsekutimet edhe pushtetin që I përkasin vetëm Zotit. Ata pretendojnë se kanë të drejten të falin katet, lexoni tek Marku 2:7, të vendosin dhe të heqin mbretër, krahaso kapitullin 2 Danieli 21, të përkulen, lexoni te Zbulesa 19:10, të quhen ati shejt. Jezusi ka thonë, mos e të lexoni te Mateu, Jezusi thot, mos e quani askënd atë në tokë, sepse keni vetëm një atë I cili është ati ynë qiellor në qiell. Të ekzekutojnë dënime me vdekje mbi kundërshtarët, si të lexojmë te Danieli 7:21, të ndryshojnë ligjin e Zotit, siç të Danieli 2:21 dhe 7:25 mendonte briri I vogël mendonte të ndryshonte kohën dhe ligjin, të ndryshojnë kalendarin profetik të Perëndis, siç është Danieli 7:25. Pra, të gjitha këto atribute I mbarin mbi vete pra pushteti romak të papatit. Madje janë gjykatë suprem të qiellit
tokës dhe ferit, vendi i cilive nuk mund të apelohet, krahaso Gjoni 22-27, do të janë shpjegues të pagabushëm në çështjen e besimit dhe moralit, te Jakobi 1:17. Çfarë të themi, ajo gjëra kryesore që është bën mes tjerash ndryshimi i 10 urdhërimeve në katekizëm, por jo në Bibel. Urdhëra 2 e cila është shkëput plotësisht, urdhëra 4 e cila ndryshu dhe 10 do në 2 pjesë. Pra, aty ku Zoti vetë me dorën me gishtin e vet i shkroi 10 urdhërimet. Pra, kush është si kur bisha dhe kush nuk do t'i përulet asaj. Sen Alfonso de Ligrio thot në librin e tij, nëse shpëtimtari do zbriste në një kish dhe do të ulej në një rrëtmore për të administruar sakramentin e pendesës dhe një priv do të ulej në një rrëfimore tjetër, Jezusi do të thoshte mbi secilin të penduar, ego te absolvio. Prifti po ashtu do të thoshte mbi secilin prej të penduarve të tij, ego te absolvio. Dhe të penduarit e secilit do të ishin njësoj të liruar. Thot Shen Alfonsos de Ligre, digniteti dhe detyrat e priftit ose selva në faqen 28. Pra, pushteti i Krishtit i barabart me njeriun, pra me papen, çka është absurde dhe e tmerrshme. Dhe vazhdon në librin e tij, kështu prifti mund të quhet një fare në një mënyrë krijuesi i krijuesit të tij, pasi duke thënë fjalë të shëtrimit, ai krijon, si të thuash, Jezusin në sakrament, duke i dhënë atij një ekzistencë sakramentale dhe e provon atë si një viktim që do t'i afrohet atit të përjetshëm, ashtu si në krijim të botës, mjaftoi që Perëndia të thoshte, le të bëhet dhe u krijua, ai foli dhe u bë. Kështu mjafton që prifti të thot, hos es corpus meum, dhe ja buka nuk është më bukë, por trupi i Jezu Krishtit. Ju i dini ato fjalë korbi Krishtit, ku besohet që Jezusi vjen në formë fizike, por dhe sheh vetëm prifti, pushteti i priftit, thot Shen Bernardini i Siencës, është fuqia e personit hyjnor, sepse transubstancioni i bukës kërkon po aq fuqi sa krijimi i botës. Wow. Shen Alfonsi de Ligrio në librin e tij Digniteti dhe detyra e priftit në faqe 33 dhe 34. Kur ngjit në qiell Jezu Krishti la priftërinë e tij pas tij për të mbajtur në tokë vendin e tij të ndërmjetësuesi midis Perëndisë dhe njerëzve, veçanërisht në altar. Prifti mban vendin e vet të shpëtimtarit, kur duke e thënë ego de absolvio, ai shfaqson mëkatin. Vazhdon Shen Alfonsio de Ligri, digniteti dhe detyra e priftit ose selvës, faqe 34. Kurse çfarë ka thënë Jezusi? Zbulesa 19:16, dhe ai ka një emër të shkruar mbi rrobën e tij dhe mbi kofshën e tij, mbret të mbretërve dhe Zoti i zotëve. Jezusi është i gjallë dhe ai ka thënë, unë jam me ju deri në fundin e botës. Ju të gjithë jeni vëllezër. Ai që do me qeni pari, le të bëhet shërptor midis jush. Por ja që fjalët e Jezusit nuk janë respektu, as respektohen. Mbreti i vetmi dhe i vërteti është Mesia i vajosur, Zoti Jezus. A është emri i një emër i përveçëm apo i një titulli?
Së dyti përveç emri të bishës që është blasfemues, emri ka edhe një numër. Cili është ai numri? Zbulesa 13:17 thot, dhe askush të mos mund të blej ose të shes përveç atij që ka damken, ose emrin e bishës, ose numrin e saj, i cili është 666. Pyetja kritike në këtë pikë është kjo: si e marrim një numër nga një emër? Përgjigjja qëndron në faktin se në kohët e lashta numrat shkruheshin me shkronjat e alfabetit. Kjo praktik e referuar si geometria përdorej në hebraisht, greqisht dhe latinisht. Për shembull, në greqisht Storios ka një vlerë numerike prej 777, Lesos ka një vlerë numerike prej 888 dhe Paradosis ka një vlerë numerike prej 666. Kjo do të thotë që kur shkronjave të emrit blasfemues të bishës u jepin vlera e tyre numerike, përkatëse totali do të jetë 666. Biblia e kap mirë kuptimin e zbulesës 13:18. Dhe thot, janë një enigmë që kërkon mendim të kujdesshëm për të zgjidhur. Le të interpretojmë ata që janë të aftë këtë kod. Veprat numerike të shkronjave në emrin e tij mblidhen në 666. Ky është përkthim i vargut zbulesës 13:18 në një përkthim tjetër, jo këto që ne kryesisht e përdorim. Kurse përkthimi jon thot te zbulesa 13:18, këtu është dituria. Ai që ka mend le të llogarit numrin e bishës, sepse është numër i një njeriu. Numri i saj është 666. Shkronjat numerike të tij, të emrit të tij do të përmbajnë këtë numër. Së treti, argumenti tret, te zbulesa 13:18 na thuhet se numri 66 është numri i një njeriu. Kurse Biblia, New English Bible, kur i referohemi zbulesës për këtë varg, 13:18 thot, numri përfason emrin e njeriu dhe vlera numerike e shkronjave të tij është 666. Edhe versioni katolik romak duaj shton një shënim në fund të faqes zbulesës 13:18 që thot, është e rëndësishme të kuptohet se emri njeriu nuk ka nyje të përcaktuar. Kjo do të thotë që cilësisht bisha është një sistem që është i përqendruar te njeriu. Vlen të përmendet se briri i vogël ka sy si të një njeriu. Si apostat i 2 Thesalonikasve 2 quhet njeri i mkatit dhe kështu bisha ka numrin e një njeriu. Ky është sigurisht një sistem që bazohet në fuqinë dhe aftësitë e njeriut. Një pyetje shumë e rëndësishme lind në këtë pikë. Në cilin gjuhë duhet ta kërkojmë emrin ose titullin? A duhet të kërkojmë emrin në hebraisht, greqisht, latinisht apo ndoshta edhe në anglisht? Pastor Boni thot se unë besoj që mund ta dim patjetër nga vetë Bibla se cilën gjuhë të përdorim dhe cila gjuhë është ajo. Ka prova bindëse se emri dhe numri duhet të gjenden në gjuhën latine. Ndoshta po pyesni veten pse emri dhe numri duhet të janë në latinisht. Përgjigjja është në fakt mjaft e thjeshtë. Bisha është qartësisht një fuqi romake dhe gjuha zyrtare e Romes ishte latinishtja. Dhe këto e vërteton edhe Biblia, ja lexojmë tek Gjoni 19:20, i cili që thot, atëherë shumë nga judenjët e lexuan titullin, këtë titull sepse vendi ku kryqëzua Jezuse ishte afër qytetit dhe ishte shkruar në hebraisht, greqisht dhe latinisht. Pra,
gjuhë në kohën e Jezusit ishin hebraishtja, greqishtja dhe latinishtja. Dhe ja, si vim të numri 666. Nëse Vicarius Filidei është I-ja është 1, V-ja është 5, X-i është 10, L-i 50, C-ja 500 dhe D-ja 100 dhe D-ja 500, pra vim dhe të numri 666. Dhe për këtë besoj që keni dëgju edhe më parë, por ja, sa bukur e shpjegon pastor Stefan Born. Vini re se si pas Zbulesës 13:2, Bisha mori fuqin, fronin e saj dhe autoritetin e madh nga dragoj. Edhe pse dragoj përfason kryesisht Satanen, Zbulesa 12:9, ai përfason gjithashtu mbretërinë përmes së cilës Satanaj u përpoq të vriste djalin mashkull, dhe kjo mbretëri ishte Roma. Pra Roma e përzëkëtonte Jezusin dhe donte ta e shkatronte, ta e vriste qysh në foshnje. Mateu 2:16, Zbulesa 12:1-5. Nuk është rasti që Kisha Katolike quhet zyrtarisht Kisha Katolike Romake. Tani, nëse Bisha përfason papatin katolik romak, atëherë duhet të kërkojmë emrin e tij në latinisht, gjuhën zyrtare të Romës së lashtë dhe Romës papnore. Dhe nëse emri në latinisht, atëherë duhet të përdorim numra romak për të përcaktuar numrin e emrit të tij. Shkurt, si emri, ashtu edhe ekuivalent për katës numerik të shkronjave të tij duhet të krahasohen në gjuhën latine. Le të përmbledhim atë që na tregon Bibla për këtë numër. Çfarë të reflet Bibla? Së pari duhet të jetë një emër blasfemues, që blasfemon. Do me thënë, duhet të jetë një emër barti i cilës pretendon të përfaqësoj Perëndin dhe të ushtroj fuqinë dhe prerogavitetin e Perëndisë së dytë. Së dyti, emri duhet të jetë në latinisht në gjuhën e Romës. Së treti, ekuivalentet numerik të shkronjave të emrit duhet të gjenden në numrat romak. Së katërti, numri duhet të jetë ai i një burri, do të vihet re se titulli Vicarius Filidei i plotëson të gjitha këto kriterje. Por mbeten dy pyetje kritike për të përgjigjur. Cilat janë ato? Por para se të bëjmë këtë, më lejoni të largohem vetëm një moment, kishtë pas ka kërkuar Stefan Borni. Ne nuk do të largohem, do të vazhdojmë. Vlen të përmendet se poetët latin që fillimisht krijuan sistemin e numrave romak, thyen normën e kohës dhe në vend që të pretendojnë të gjithë shkronjat e alfabetit për të përfaqësuar numrat, ata zgjodhen vetëm 6 karakteristika për të përfaqësuar numrat. Pra, siç është numri 1, 5, X, L dhe C. M nuk ishte pjesë e sistemit numerik origjinal. Përpara ardhjes së emit, numri 1000 shkruhet duke vendosur dhe 2D krah për krah. Kur mblidhen 6 numrat romak, totali është 666. Kjo sugjeron fuqimisht se numri 66 është i lidhur me një farë mënyre me Romen. Tani të dy pyetjet, a është emri Vicarius Filidei një titull që i është dhënë papes nga vetë katolikët romak, apo është një trillim protestant dhe a është gdhendur ndonjëherë ky titull në diademin ose mitren papale? Le të merremi me pyetjen e parë. Ja disa nga
citatet e njohura të burimit katolik. Për shembull, donacioni i Konstantinit, i cili u përdor nga të paktën 10 pap për të justifikuar pretendimet e tyre për kushte toksore, përmban pikrisht këtë titull. Çfarë thot? Ashtu si Pietri i bekuar shihet se është emëruar zëvendësi i birit të Perëndis, apo Vicarius Filii Dei në latinishtën origjinale, në to kështu edhe papët që janë përfaqësues të njëjtit kryetar të apostujve, duhet të marrin nga ne dhe perandoria jon pushtetin e një supremacioni më të madh se mëshira e qetësisë son perandorake toksore që shihet se i është dhënë asaj. Donacioni i Konstantinit supozohet se ishte një letër e shkruar nga Konstantini i Madh drejtuar papës Silvesterit par. Në këtë letër Konstantini supozohet se i dha pushtet toksor papës. Ne dim me siguri se donacioni apo dhurimi ekzistonte edhe në shekullin e 9, por u përdor duke filluar nga shekulli i 11 për të justifikuar pretendimet e tepruara kohore të papatit. Dhe vazhdon autenticiteti i dhurimit të Konstantinit u vë në pikpyetje për herë të parë në shekullin e 15 me ardhjen e kritikës historike. Nikola i parë Kauzës kishte rezerva serioze në lidhje me këtë donacion të Konstantinit apo dhurimin, dhe rreth vitit 1450 u provua se ishte një falsifikim dhe mashtrim nga puna shkencore e Laurtenës. Valios, veçanërisht Vatikani, nuk e vlerësoi punën e Valios, siç mund të shihet nga fakti që zyra e inkvizicionit e vendosi zyrtarisht veprën e tij në indeksin e saj të librave të ndaluar në vitin 1559. Pasi përmend fuqinë toksore në rritje të papatit nën Gregorin e parë, Leo i III, Gregori i VII dhe Aleksandri III, Menning e ngre iden e fuqisë toksore të papatit, të papes në nivelin e një dogme, një ligji të ndërgjegjës, një aksiome të arsyes dhe një sigurie teologjike. Apologët katolik romak e lënë me njënë këtë provë duke deklaruar të qartën se dhurimi apo donacioni Konstantinit ishte një falsifikim. Prandaj ata thanë se nuk mund të përdorej si një deklaratë zyrtare dhe autorizuar e kishës katolike romake. Është domethënëse se deklaratat e Gratanit të botuar në vitin 1140 dhe të konsideruar zyrtare nga Kisha Katolike Romake përfshinin titullin papal nga donacioni i Konstantinit, i cili thot, edhe pse është e vërtetë se donacioni ishte një falsifikim, është gjithashtu pa diskutueshme se donacioni u paraqit si autentik dhe zyrtar nga pap të ndryshëm dhe teolog katolik romak për qindra vjet për të mbështetur pushtetin toksor të papës, edhe pse një falsifikim. Ai u përdor si një dokument zyrtar nga këta pap për të mbështetur pretendimet e tyre për pushtetin toksor. Nëse përdorim atë duke ditur shumë mirë se ishte një falsifikim, atëherë ata ishin fajtor për mashtrim. Nga ana tjetër, nëse ata nuk e dinin se dhurimi apo donacioni i Konstantinit ishte një falsifikim, çfarë do të thotë kjo për pagabueshmërinë e tyre? Pra, bisha e cila ka religjon fals, autoritet njerëzor në vend të autoritetit të Krishtit, traditat njerëzore jo
në vend të fjalës së Zotit dhe ndryshimin e ligjit, ndryshimin e ditës së shtune që është dhënë në 10 urdhërime. Kurse kardinali Edward Meaning në librin e tij thot kështu: në kohët më të fundit titulli është apeluar papes nga kardinal Edward Meaning në librin e tij Pushteti kohor i vikarit të Jezu Krishtit, vikari që do me thonë në përkthim shqip Zavendësi, në vitin 1862. Në deklaratën e parë, Meaning, ky Edward Meaning, kardinali, akuzon kombet katolike romake të Europës së kohës së tij për dështimin e tyre për të mbajtur pushtetin toksor të papes. Dhe vazhdon, shikoni në këtë kish katolike, është kish të Zotit të dobët dhe të pafuqishëm, të akuzuar dhe nga vetë kombet e quajtura katolike. Ekziston Franka katolika, Gjermania katolike, Italia katolike që heqin dorë nga kjo figurë e shpërthirur të pushtetit toksor të vikariut të Jezu Krishtit. Dhe kështu për shkak se kisha duket e dobët dhe vikari i birit të Zotit po ripërtrin pasionin e mjeshtrit të tij mbi tokë, prandaj ne jemi të skandalizuar, prandaj kthejmë fytyrët tona prej tij, në faqe 140-141. Kështu që mund të them se nuk ka pasur kur një kohë kur fuqia toksore e Zavendësit të Birit të Perëndis, megjithatë e sulmuar siç e shohim ne, ishte më e rrënjosur në të gjithë unitetin e kishës katolike dhe bindjet e antarëve të saj në faqe 231. Kardinali Meaning shpjegoi pse kombet europiane gëzonin stabilitet në të kaluarën krahasuar me rënjen e Europës në kohët kur ai shkroi. Dhe thot, ishte një bindje dinjetoze, ti përulesha Zavendësit të Birit të Perëndis dhe t'i alia atributet e hidhërimeve të tyre dikujt të cilët të gjithë vullnetit pranonin t'i bindeshin, në faqen 232. Kurse Lucil Ferrir në enciklopedinë e tij prestigjioze Pompeta Biblioteka ia kompletoi gjithashtu titullin Vicarius Filii Dei në botimin e tij të vitit 1890, volumi i 6, faqe 43, kolona 2. Në librin e tij jashtëzakonisht të popularizuar, Kalimi i pragut të shpresës, në faqen e 3, Papa John Pauli II shpjegoi atë që ai e kuptonte si burimin e fuqisë së detyrës së tij. Udhëheci i kishës katolike përcaktohet nga besimi si zëvendësi i Jezu Krishtit dhe pranohet si i tillë nga besimtarët. Papa konsiderohet njeri në tokë që përfason birin e Perëndis, i cili zë vendin e personit të dytë të Perëndis të plot fuqishëm në Trinitet. Pra, personi i dytë e dini që është Jezusi. Vini re se John Pauli II jo vetëm që pohoi se Papa është zëvendësi i Jezu Krishtit, i cili përfason birin e Perëndis, por ai gjithashtu shpjegoi se çfarë nënkuptonte me fjalën përfason, kur tha se ai zë vendin e personit të dytë të Perëndis së plot fuqishëm në Trinitet. Shprehja zë vendin është ekuivalent i sakt në anglisht i fjalës latine vicarius. Profesori Johan Questen, një nga studiusit më të mëdhej të gjitha kohërve dikur pohoi. Titulli Vicarius Krishti, si edhe titulli Vicarius Filii Dei, është shumë i zakonshëm si titulli i papës. Pra, Vicarius Filii Dei, zavendësi i birit të Zotit.
Jezusi ka thënë, unë jam me ju dhe ju dërgoj ngushëlluesin, por jo zavensin. Pra, a është ky titull i gdhendur aktualisht në diademin ose mitrën papale? Apo edhe me konkretisht a është gdhendur ndonjëherë në diademin ose mitrën? Ellen G. White në librin Great Controversy, konflikti i madh, në faqe 61 thot kështu: Roma u përpo gjithashtu të shkatronte çdo të dhënë të mizorisë së saj ndaj disidentëve. Këshilltarët papal dekretuan që librat dhe shkrimet që përmbanin të dhëna të tilla duhet të hidheshin në flak. Përpara shpikjes së shtypit, librat ishin të pak në numër dhe në një formë jo të favorshme për ruajtje. Prandaj kishte pak për të penguar romasistët të kryenin qëllimin e tyre, thot në konflikti i madh faqe 61. Ka prova madje edhe nga burime katolike romake se titulli dikur ishte në diademen ose mitrën papale. Në botimin e 15 nëntorit vitit 1914 në Our Sunday Visitors, është organi zyrtar i krye peshkopisë batimit, pyetja e mëpashme ju drejtua Byros së Informacionit. A është vërtet që fjalët e Apokalipsit në kapitullin 13, vargu 18 i referohet papës? Përgjigja ishte si më poshtë. Our Sunday Visitors, pra me 15 nëntor të vitit 1914, apologisti katolik romak Patrick Madrid pretendon se ka kontaktuar Robert Lockwoodin, rektorin e Our Sundays rreth këtij viti 1915 dhe thot, fjalët e përmendura janë këto. Këtu është mençuria. Ai që ka mend, le të numroj numrin e bishës, sepse është numri i një njeriu dhe numri i tij është 666. Titulli i papës në Rom është Vicarius Filidei. Ky është i gdhendur në mitrën e tij dhe nëse merrni shkronjat e titullit të tij që përfaqësojnë numrat latine dhe i mbledhni së bashku, do dalin 666. Dhe më tutje në Our Sunday Visitors me 15 nëntor të vitit 1914 thot, shkronjat e gdhendura në mitën e papes janë këto: Vicarius Filidei, që në latinisht do të thot vikari i birit të Perëndis, pra vikari apo zavensi shqip. Katolikët mendojnë se kisha e cila është një shoqëri e dukshme duhet të ketë një kokë të dukshme. Krishti para ngjitjes së tij në qiell emërtoi Shën Pjetrin së përfaqësuesin e tij. Pas vdekjes së Pjetrit, njeriu që pasoi Pjetrin në detyrën e peshkopit të Romës u njoh si kreu i kishës. Prandaj peshkopati i Romës si kreu i kishës u dha titullin vikar i Krishtit. Dhe ati i tha se të gjithë numrat ishin fshirë nga arkiva, megjithëse une personalisht kam një kohje të publikuar, thot pastor Borni. Ky është një pohim interesant edhe në kohët moderne. Fshirja përdoret si metodë nga papati për të fshirë informacionet që i kanë inkriminuar. Është e vërtet që me 16 shtator të vitit 1917 dhe gjithashtu përsëri edhe me 3 gusht të 1941, vizitori ynë i së dielës bëri një ndryshim fytyre dhe ndryshoi plotësisht tonin e tij. Fjala Vicarius Filidei nuk janë emri i papës dhe as nuk përbëjnë titullin e tij zyrtar. Në botimin e 18 prillit të vitit 1915 të Our Sunday Visitors, ky informacion u konfirmua edhe një herë. Pyetja ishte
çfarë shkronjash supozohet të janë në kurorën e papes dhe çfarë nënkuptojnë ato nëse ka ndonjë. Përgjigja ishte e qartë. Pyetja është cilin nga dy vizionet e Visitor or Sundays ton të së dielës duhet të besojmë? A mund të besojmë vërtet fjalës një organizate që është specializuar në mashtrim gjatë shekujve? Emra dhe tituj të ndryshëm të tjerë janë sugjeruar si përmbushje për emrin dhe numrin e bishës së zbulesës 13-18. Disa kanë sugjeruar Dux Clay, kreu i klerit, dhe ose latinisht Latinos, njeri latin, ose Ludvikos, njeriu i oborit të Romës, edhe emri papes John Pauli II, në latinisht ka një vlerë numerike prej 666. Ioannos Paulus II, problem me të gjithë këto sugjerime është se asnjë prej këtyre nuk është veçanërisht blasfemues, por ekziston një emër që është marrë zyrtarisht nga peshkopit e Romës, i cili është qartësisht dhe padyshim blasfemues, është Vicarius Filidei. Jezusi tha, unë shkoj dhe do t'ju dërgoj ngushëlluesin që është fryma e shejt, jo zavendësuesin, por ngushëlluesin që do t'ju udhëzoj në çdo të vërtetë. Biblia bën shumë të qartë se fryma e shejt është vendesi i birit të Perëndis. Përpara se Jezusi të largohej, ai u premtoi dishepujve të vet. Tek Gjoni 14:16-18, dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jep një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë me ju përgjithmonë, frymën e së vërtetës, të cilën bota nuk mund ta pranojë sepse as nuk e sheh dhe as nuk e njeh, por ju e njihni sepse ai qëndron me ju dhe do jetë me ju, nuk do t'ju lë jetim, do të vi tek ju. Jezusi e bëri shumë të qartë se kreu i dukshëm i kishës është ai, Jezusi, dhe që ishte në qiell, kreu i dukshëm i kishës është fryma e shejt, i padukshëm i kishës është fryma e shejt, do të zinte vendin e tij në tokë. Teologjia katolike romake e ka ndryshuar këtë. Ata pohojnë se kreu i dukshëm i kishës, pra papa, është në tokë, ndërsa kreu i padukshëm Jezusi është në qiell. Kështu papët janë vetëm që uzurpojnë vendin e Jezusit, por edhe vendin e frymës së shejt. Ky mashtrim quhet blasfemi. Pra, cilin do emër ta e përdorim, është ai i cili nuk vlen, sepse është vetëm një emër mbi të gjitha emrat që është emri Jezus. Çuditërisht, fjala greke antikristos ka të njëjtin kuptim themelor në greqisht si Vicarius Filidei. Ua, shumë e bukur kjo. Në latinisht, shumica e njerëzve supozojnë se fjala antikrist do të thot ai që është kundër Krishtit. Është vërtet që në greqisht para fjala anti mund të thot kundër, por është po aq e vërtet që kjo para fjalë mund të thot në vend të, ose në vend të, në vend apo dikur që e zavendëson. Në greqishtën klasike, për shembull, fjala antibusulos do të thot ai që zë vendin e mbretit. Në Dhjatën e Re, emri Herod Antipas do të thot që Herodi sundoi në vend të babait të tij, siç thot Zbulesa 2:13. Fjala Antip do të thot ai që zavendëson tipin. Për Krishtin flitet sikur ka dhënë jetën si shpërblim në vend të antributon gjithçkaje te para Timoteut 2:6, kështu fjala antikristos në greqisht dhe Vicarius Filidei në latinisht kanë një kuptim shumë të ngjashëm. Edhe pse nuk pajtohem me interpretimin futurist të Deve
hundit për antikrishtin, besoj që ai ka dhe një përshkrim të saktë të asaj që është antikrishti biblik. Ai nuk është dikush që blasfemon hapur Krishtin, por përkundrazi dikush që kërkon ta zaventësoj Krishtin. Dhe ky i nderuar thot, ndërsa parashtesa greke anti në përgjithësi do të thot kundër ose kundërshtar ndaj, ajo mund të thot gjithashtu në vend të ose zavendës për. Antikrishti do të mishëroj të dy kuptimet. Ai do t'i kundërvihet Krishtit, ndërsa pretendon të jetë Krishti. Në vend të një sulmi frontal kundër krishtërimit, i ligu do të shtrembroj kishën nga brenda, duke e paraqitur si themeluesi i saj. Ai do të paraqes gabimisht Krishtin me dinakrin, ndërsa pretendon të jetë Krishti. Dhe me anë të këtij procesi zëvendësimi, ai do të minoj, të shtrembroj gjithçka që Krishti është vërtet. Nëse antikrishti do të pretendoj vërtet të jetë Krishti, atëherë rrethtarët e tij duhet të jenë të krishterë. Kisha asaj që dilte do të ta përshëndes atë pazë kundërshtues si udhëheqësin e saj, thot i nderuar Dave Hood në librin e tij Global Peace në faqe 6 dhe 8. Pyetja të dashur tonë për të fund mbetet, a do t'i nështrohemi Zotit apo do t'i nështrohemi traditave jo biblike të devijuara. Besoj që do t'a pranojmë Jezusin dhe atë se çfarë Bibla thot e jo askënd. Asnjë zavendës, asnjë vikariu, sepse Jezusi është me ne deri në fundin e botës. Miropafshim herën tjetër.